Në kapitullin Al-Kahf, Allahu Jalla wa Ala thot: "Wadrib lahum mathal al-hayati ad-dunya, kama'in anzalnahu min as-sama'i fakhtalata bihi nabatu al-ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira." Allahu Jalla Jalaluhu thot: "Ti o pejgamber, shpjegoja atyre jetën e kësaj bote, si është kjo dunja. Ti atyre shpjegoja me shembull të qartë dhe praktik jetën këtë dunja. Çfarë është ajo? Kama'in anzalnahu min as-sama'. Jeta e kësaj bote i gjason ujit që vjen nga qielli. Allahu Xhallahu Ala ka sjell shembullin e jetës me çfarë? Me shembullin e ujit. Andaj ta kuptojmë ujin, natyrën e ujit, e kuptojmë edhe jetën, mbase edhe esenca jonë dhe origjina jonë është pikërisht nga uji. Allahu Xhallahu Ala ka përmendur se nga uji kemi krijuar çdo gjë të gjallë. Edhe ne jemi nga uji të krijuar. Prandaj natyra jonë dhe jeta jonë është e ndërlidhur ngushtë edhe me natyrën e ujit. Çfarë natyre ka uji? Lumi që rrjedh e kështu me radhë. Ka shumë shpjegime në këtë çështje të ndërlidhur. Mirë, po nuk dua që të zgjerohem që mos të zhvendosim nga tema jonë. Andaj, uji të ndërrua Lazar, fillimisht, është lëvizje, vazhdimisht. është lëvizje, ai shkon, vazhdimisht lëvizje. Edhe jeta është e tillë, shkon, nuk ka gjendje statike dhe stabile. Gjithçka ecë, edhe e mira vazhdon, po edhe e keqja vazhdon. Prandaj kur ti e kupton kështu më lehtë për jetën, nuk ka diçka të përhershme, nuk ka diçka të vazhdueshme. Gjithçka e ka fatin e caktuar. Prandaj, edhe nëse janë sprov, edhe nëse janë telashe, sado që tjetë e telashe madhe, e ka një afat caktuar. E ka një afat skadence, s'ka dën afati i sprovës, sikur që s'ka dën edhe afati i begatis, gjithçka ka afat skadence. Gjithçka është e përkohshme, përveç Allahut te barekuhu te ala që është i përhershëm. Për ne kuptoj jetën këtë dunja të tillë dhe sillu më përputhet me këtë mësim. Qasju kësaj dunjaje me qasje të udhëtarit i cili është nis dikun, e ka një qëllim, e për rrugë mund të kalon në për drunj të caktuar që ulet në këta drunj, që të pushon, të merr freskin e hijes së drunit, por asesi nuk ndërton diçka në këtë drunj, nga se pak komenaj do të vazhdon tutje. Për në kështu Allah në mësën jetën e kësaj bote. Gjithashtu të ndërëndër, aja që në jep uji është se krahas asaj që është lëvizje dhe krahas asaj që është i përkashëm dhe aja edhe avullot dhe prap kthehet. Krahas kësaj është edhe se të ndërrua Vëllezër besimtar, uji për të ecur mirë dhe për të shfryzuar ne atë si duhet të jetë brenda binarëve të tij. Duhet të jetë brenda shtratit të tij. Momenti kur uji del nga shtrati, çfarë ndodh? E pam çfarë ndodhi? Vërshime të ndryshme. Ai uji që me të ujitim tokat, pikërisht ai uji prishi tokat. Ai uji që me të ndërtojmë jetën, ai uji pikërisht i prishi jetrat. Pse? Për një arsye vetëm, doli nga shtrati i tij. Edhe jeta është e tillë, e ka një shtrat, e ka vendosur Allahu xhallahu ala jetën që të ecë në atë shtrat. Momenti kur del nga shtrati, kur shurremi, dalim nga kufit e njerëzorës, nuk jemi ata që Allah na ka krijuar, atëherë sprovat bëhen me të vërtetë të vazhdueshme dhe të pampushtura. Është një shtrat që Allah ka vendosur. Ai është shtrati i adhurimit te Allahu te barekuhu teala. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinët dhe njerëzit nuk i kam krijuar për tjetër, posa që të më adhurojnë mua. Prandaj jeta merr kuptim dhe ecë si duhet, nuk vërshon, nuk bën dëmtime, nuk bën shkatrime. Atëherë kur ajo rrjedh në shtratin e saj, në shtratin e adhurimit te Allahu te barekuhu teala. Andaj çdo sprovë të ndodhur që vije është realisht një lloj kthimi në shtratin tonë, një lloj kthimi nga vërshimet, që shikojmë se a thua vallë, por rrjedhim si duhet, e kemi rrjedhën normale të jetës, apo kjo rrjedhë jetës ka filluar të kalon në vërshime që tashmë po bën shkatrime dhe po bën dëme. Sa ka shturi në shoqëri, sa ka probleme në shoqëri. E rrahi atje, e vrasje këto. A nuk po hetojmë se ka filluar jeta të dal nga shtrati i saj? Kemi filluar të dalim nga njerëzoria. Ka filluar që dhuna të jetë gjuha e komunikimit tonë mes vete. Shikoni debatet televizive. Sa kanë eskalu,
sa është polarizuar situata fatkeqësisht për çështje që mund të ketë mos pajtime, por nuk duhet të ketë përçarje dhe nuk duhet të ketë sharje. Andaj gjithçka ka filluar me dal nga shtrati vet. Prandaj që t'i kalojmë problemet më lehtë dhe që ta t'i kalojmë situatën më lehtë, duhet jeta të kthehet në shtratin e saj, në shtratin e normalës, sikur që uji duhet më u kthy. Dhe të ndërrozër, pa u kthy uji në shtratin e vet, nuk mund të vazhdon jeta. Është gjendje e jashtëzakonshme apo derisa është uji i shpërndar në shtëpitë e njerëzve, edhe uji është i shpërndar në tokat e njerëzve, është gjendje e jashtëzakonshme. E kur fillim të kemi jetë zakonshme, kur të kthehet shtrat, kur të kthehet uji dhe lumi në shtratin e tij. Edhe ne, dhuna ka filluar. Sharja, akuzat, konfliktet kanë filluar të prekin shtëpitë tona, shoqëritë tona, ndajat tona. Andaj ka vërshime. Për të pas situatë zakonshme, duhet të kthehemi në normalitet, të kthehemi shtratit të jetës, adhurimit të Allah te baraka ve taala, të kuptojmë se kjo jetë është e përkohshme dhe do të dalim për Allah të japim llogari. Prandaj kështu Allah na sjell në kësaj bote. Dhe gjithashtu të ndërrojë vëllezër, ajo që duhet ta kuptojmë me ujin është se njeriu i cili hyn në ujë, a ka mundësi të dalë pa lagur? E pamundshme është. Njeriu që hyn në ujë, a ka mundësi të dalë pa lagur? E pamundshme është. E po edhe njeriu që hyn këtë dunjë nuk ka mundësi të dalë pa sprovuar. Ky rregulli, ky mësimi. Allahu xhallahu ala sikur që ka bërë rregull që kush futet në ujë, ka më prek ujë dhe ka më u lag. Ka bërë rregull që kush futet në dunjë ka më u prek dhe ka më u sprovu. Sikur se Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin." Gjithsesi ne kemi më u sprovu juve, gjithsesi me frikë nga njëre, me të khaufi. Pastaj, Allah në sprovon edhe në mangësi të begative të saktuara. Jo krejti ki gjithmonë, sprovove ki që mës me pasë gjithë shka. Por edhe nga njëre, nga marrja antarët familjes, të vdes i dashuri. Allah po të paralimron se ka me ti marrë të dashurit, mos u befasa, por pregaditu. Sikur që ty ti marrim të dashurit, edhe të dashurive tu të marrim ty. Gjithë kush do të miret dhe gjithë kush del nga kjo dunja. Prandaj, kjo është jetën këtë dunja e përkashme, e ka një shtrat që duhet me jesë në te për të qenë mirë, kush të futën në te pa tjetër ka më u prek nga sprovat e ndryshme të lëshme. Prandaj të ndërëzër, mos ta presim këtë dunja gjenet të patrazuar, gjenet pas prova. E tilë është dunjaja, kush karë këtu është prek forma ndryshme. Dhe kur kështu besimtarja kupton këtë dunja, më normal i kupton sprovat. Po ai preket, po ai lëndohet nga s'është njeri, po ai mërzitet se është njeri, normal është. Ndoshta edhe loti i rrihet, normal është. Mirë, po nuk shqetësohet, nuk kalon depresion, nuk vajton, nuk lidh, nuk demoralizohet, nuk dëshpërohet, nuk gjynjëzohet, përkundrazi, mbetet i fortë nga se din se kështu dunjaja. Gjithë e kanë pas kështu, dhe gjithë mund kanë me pas kështu, për dhe se janë mbi si përvashnjë e kësaj toke.